Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Pak flitet në mediat, në të gjitha mediat e botës për varfërinë në botë. Janë sigurisht programe të shumta të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe punë e madhe bëhet për reduktimin e varfërisë, megjithatë në fokusin e mediave rrallë është varfëria ekstreme. Sipas Bankës Botërore janë 700 milion njerëz që jetojnë në varfëri ekstreme. Ndërkohë, Kina, si ekonomia e dytë e botës, ka ndikuar me nxjerrje nga varfëria të 800 milion banorëve të saj në 70% të reduktimit të varfërisë në botë. Por si paraqitet niveli i varfërisë në Europë, saktësisht në Bashkimin Evropian, por edhe në Shqipëri. Ne sot do të ndalemi tek varfëria ekstreme, tek niveli i varfërisë dhe tek lufta që bëhet për eliminimin e saj. I ftuari im është analist, gazetar Bardi Sejdarasi. Bardi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi sot në tavolinën e analizë për të folur për varfërinë. Sigurisht që është një temë jo shumë e preferuar, siç e thash edhe në krye të herës, ka vetëm disa shifra që jepen nga institucionet përkatëse, kështu për shembull lufta e kundër varfërisë, të gjitha nismat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, organizatat që merren me këtë çështje, Banka Botërore, Eurostati, Instati, pra janë shifra. Por nga ana tjetër, nëse futemi në brendësi të kësaj dukurie tepër të dhimbshme, jo vetëm sociale në botë me pasoja të rënda, ne do të shikojmë se ka njerëz në botë sot, në momentin që flasim, pra në shifrën 700 milion banor të botës në varfëri ekstreme, që mbijetojnë me më pak se $2.15 në ditë. Dhe sipas të dhënave po bëjmë një panoramë të përgjithshme, sipas të dhënave të Bashkimit Evropian, 1 në 5 vet në Bashkimin Evropian konsiderohet i rrezikuar nga varfëria. Tek fëmijët, madje kjo shifër është 1 në 4 fëmijë në Bashkimin Evropian rrezikohet nga varfëria. Dhe sigurisht që ka nisma, edhe nisma të lavdrueshme, ambicioze, siç është nisma e Bashkimit Evropian, që deri në vitin 2050 varfëria në Bashkimin Evropian duhet të eliminohet. Ndërkohë Komisioni Evropian po ashtu ka përpunuar një strategji për të arritur këtë synim, por me fokus strehimin. Pra, më së shumti ajo fokusohet tek njerëzit që janë të pastre. Në këtë panoramë të përgjithshme, cili është opinioni juaj, duke patur parasysh që jeni edhe antar i bordit të statistikave të Shqipërisë? Faleminderit, Eda, është një temë e mpret, në fakt dhe ju keni shumë të drejtë kur thoni që në krye të erës që trajtohet shumë pak, madje janë një numër jo i konsiderueshëm raporte të ndryshme ndërkombëtare, të cilat fokusohen tek kjo ngjarje, kjo dukuri është një plagë e madhe. Kur thuhet që ka 700 milion njerëz që jetojnë me $2.15 ose me $3 që është norma maksimale ndërkombëtare e varfërisë, kjo të bën të kuptosh që një pjesë e mirë e të ardhurave që ka globi, pra të gjithë atyre shërbimeve dhe të mirave që sigurohen nga rritja ekonomike e vendeve të ndryshme të botës, nuk kalon as pak tek kjo stres e cila është marginalizuar dhe arsyet janë nga më të ndryshme. Ka patur analiza dhe mjaft institucione ndërkombëtare kanë specifikuar se cilat janë arsyet që kemi një dukuri të tillë. Lidhet me shumë faktorë. Faktorët kryesorë kanë të bëjnë me rishpërndarjen e pasurisë. Pra, nëse vërtet ne kemi të ardhura të dukshme në shtetet e ndryshme të botës, ne nuk e kemi të drejtë rishpërndarjen e të ardhura. Pikërisht rishpërndarja e të ardhura krijon të stresën e dukshme të varfërve. $2.15 të cilat në fakt pastaj nëse shkon shtet në shtet duhet llogaritin sipas paritetit të fuqisë blerëse, pra që njerëzit ta kuptojnë do të thotë që me $1 fjala vjen në Amerikë duhet të blesh të njëjtat produkte edhe me $1 në Shqipëri. Dhe pikërisht ky element që ndryshon nga vendi në vend dhe sidomos norma e inflacionit është pjesa e tërësisë së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve që afrohen individi, bën dallimin e madh midis atyre shtetasve që mbijetojnë ose nuk mbijetojnë dhe ju me të drejtë përmendni një dukuri që duhet thënë dhe mediat e tonë shumë pak. Pra janë shtresa në rrezik varfërie dhe shtresa në varfëri ekstreme. Janë dy koncepte të ndryshme. Sidomos në situatën aktuale që ka luftra, ka konflikte të shumta, sepse varfëria ka ekzistuar gjithmonë, po ka ekzistuar si pasojë e zhvillimit. Pra, siç është për shembull Afrika, është në të njëjtin stereotipi që themi që ata janë të varfër. Pa e njohur mirë se sa të zhvilluara janë disa vende afrikane, për shembull që janë vende në zhvillim. Nga ana tjetër, shtimi i konflikteve ka krijuar edhe këtë
hendek shumë të madh që në mediat e sotme sociale lajm nuk përbën varfëria, lajm përbën pasuria. Ne votojmë listën e miliarderëve, nuk kemi votuar ndonjëherë. Njerëzit sigurisht që njohin këtë dhe jemi gjithmonë më pak, për fat të keq, gjithmonë më pak të ndjeshëm ndaj një dukurie të tillë, por e rëndësishme është që të jenë qeveri të ndjeshme. Ne kemi disa tregues që mund t'i konsiderojmë pozitiv. Fjala vjen nëse kemi matur varfërinë para 2020-s, ne kemi identifikuar, siç e përmendët ju, këtë shifër, por nëse ne shkojmë me trendin që është zhvilluar ekonomia botërore gjatë këtyre viteve, në vitin 2050 ne pretendojmë që të kemi rreth 575 milion njerëz të varfër, pra jo më 700 milion. Pra tendenca është që të ulet pikërisht kjo kategoria e atyre që rrezikohen nga varfëria ose atyre që janë në varfëri ekstreme. Gjithsesi kjo është çështje politikave që me të drejtë përmendni që ka marrin shtetet me njëri tjetrin. Nuk është një trend botëror, pra nuk është një politikë botërore e cila mund ta zhduk këtë element ose mund ta minimizojë. Çdo shtet ka armët e veta, ka mënyrat e veta se si mundet që të arrijë që ta ul pikërisht të kontingjent të njerëzve që janë në rrezik varfërie, në ekstreme varfërie. Për sa i përket kësaj që sapo thatë Bardhi, pra që çdo shtet ka mundësitë e veta, edhe në luftën kundër varfërisë ka modele, dhe nuk mbetemi thjesht tek këto fjalë apo tek artikuj të ndryshëm apo tek iniciativa të ndryshme. Për shembull, të gjithë ne në rrjetet sociale shikojmë her pas here që ka organizata bamirësie, të cilat bëjnë thirrje në çdo vend të botës, të zhvilluar, po themi, bëjnë thirrje që në qoftë se ju për shembull mund të jepni qoftë edhe $5 nga buxheti juaj, do të mundësoni që 100 fëmijë në Afrikë për shembull të arsimohen ose të kalojnë nivelin e një varfërie ekstreme. Që janë plagët e tyre të përditshme, të përhershme, është vërtet. Që si është e mundur që me $5 të mit, këta do të mundsojnë këtë gjë. Por, duke parë këto shifra... Është e mundur, sepse kemi shembuj të tillë, kemi praktika të tilla. Pikërisht, kjo është e mundur. Tani, ka disa modele konkrete, modele që si mund të luftohet varfëria. Dhe një shembull i jashtëzakonshëm, për të cilin vlerësime të larta ka bërë sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, por jo vetëm, ka media ndërkombëtare, ka ekonomistë, analistë në nivelit të lartë, që në shifra dhe në fakte konkrete shikojnë modelin e Kinës në eliminimin e varfërisë. Kina, vendi me 1.4 miliard banor, është një model në këtë drejtim. Flasim për varfërinë ekstreme. Është një luftë që sidomos ka filluar që në vitin 2012 si një synim i qeverisë dhe i udhëheqjes së vendit, por nga ana tjetër kemi të bëjmë edhe me nxjerrje nga varfëria në dekadën e fundit të 800 milion njerëzve. Bëhet fjalë për varfërinë ekstreme, që është e barazvlefshme me më shumë se 70% të reduktimit global të varfërisë në botë. Pra, për më tepër, Kina ka arritur objektivin e saj, sepse janë objektivat e 1 vjeçarit të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Këtu kemi të bëjmë me objektivin e agendës 2030 Kombeve të Bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm. Dhe e ka arritur këtë 10 vite përpara afatit, që ishte viti 2030, po është arritur që në 2020. Ndërkohë tash, ndërsa zhvillimi i Kinës përparon, nuk ka më varfëri ekstreme, por ka varfëri. Dhe mënyra e re dhe objektivi i ri për këtë varfëri, e cila tashmë është varfëria relative, ky paraqit disa sfida të reja për atë që ju e thatë në krye të herës, shpërndarjen e të ardhurave. Teta, do më lejosh që të ndaloj pak të kjo çështje, sepse është një çështje e parë që trajtohet pak, e dyta që ka pak informacion edhe në median shqiptare, po edhe në median ndërkombëtare. Shiko, do t'i referohem vitit 2014. Nuk ishte qeveria kineze ajo që ndryri për të realizuar objektivat e saj, ishin 5 objektive, po ishte Partia Komuniste e Kinës, e cila zgjodhi që në 832 qarqe në të gjithë Kinën, ku pretendoi që kishte varfëri, të sondazhonte, të dëftonte se si ishte niveli i varfërisë. Dhe për këtë, mbi 800.000 kuadro të kësaj partie u shpërndarë në të gjithë terrenet për të marrë informacion, për të marrë të dhëna, ndërkohë që 2.000 të tjerë funksionarë të lartë të shtetit ishin detyruar që të përpunojnë këto dhëna, të verifikonin dhe të saktësonin. Dhe ndodhi që pikërisht kjo gjë me nismën e Partisë Komuniste të Kinës të krijojë mundësia që në 832 qarqe në Kinë dhe në rreth 128.000 fshatra të krijojë një pasqyrë plot e gjendjes në cilën ndodhej popullata në atë kohë.
Kjo bëj për herë të parë, nuk ishte bërë askund. Kjo bëj për herë të parë jo nga qeveria, si kundër ndodh në shumicën e shteteve të botës, kur qeveria ajo që merr politika të tilla, po u bë thjesht nga organizata për shkak të fuqisë që kishte. U arrit që pikërisht në vitin 2014 të krijohej kjo pasqyrë dhe deri në vitin 2020, kur është elementi i parë që identifikohet pikërisht shifrat që përmendët ju, arritën të tregojnë pasqyrën e plotë se ç'kishte ndodhur në Kinë me të gjitha kategoritë. Dhe pastaj politikat që u ndërmorën kanë qenë imediate, kanë qenë ajo 5 iniciativa. Sidomos në zonat rurale, prandaj përmenda 128.000 fshatrat, prandaj përmenda vetëm fshatrat, sepse pikërisht në zonat rurale ka shumë faktor, sikundër ndodhet edhe te ne. E kemi shembullin në Shqipëri që zonat rurale janë shumë më poshtë se sa zonat urbane. Është proces i njohur, ndodh kudo në botë. Po mënyra e identifikimit dhe veçanërisht specifikat që u përcaktuan në politikat që do ndërmeten me pas qeveria e bën Kinën që në 2020 Kina të realizonte pikërisht atë element të parë që nuk është realizuar në botë, që të nxirrte nga varfëria ekstreme pikërisht një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të atij vendi, të cilët më pas u stimuluan me politika të tjera. Politikat e sotme në Kinë janë befasuese dhe këtu flas që nga digitalizimi, që nga interneti, që nga infrastruktura, të gjitha investimet që u bën më pas, jo vetëm që ndihmuan, ne kemi sistemet GD-Komi, për shembull, është një sistem që ti je një fermer, një produkt bujqësor, prodhon. Ti ke mundësi që vetëm nëpërmjet sistemit, pra e përmenda internetin dhe shpërndarjen, përmenda infrastrukturën, nuk janë pak 1 milion kilometra, të bësh 1 milion kilometra në tërë zonat periferike me qëllim që njerëzit të kenë akses në tregje, të kenë akses në informacion, pikërisht vetëm nëpërmjet këtij sistemi që përmenda, u arrit që produktet bujqësore që prodhonin fermer, me të cilat ai her pas here vetëm mbulonte konsumin e vet, por nuk kishte mundësi të siguronte të ardhurat, i siguronte të ardhurat edhe nëpërmjet një sistemi të tillë që ishte një sistem për herë të parë i realizuar, një sistem digjital, një sistem i një pasqyre apo një portali po e quaj tani, në të cilën ti kishe mundësi që të aksesoje dhe të komunikoje direkt në portal, nëpërmjet internetit. Pra, politika të tilla, të cilat pastaj stimuluan edhe zhvillime në sektor të ndryshëm të ekonomisë, bën që ajo shifër që me të drejtë ishte pabesueshme, askush nuk mund ta mendonte që të kishte një shifër të tillë, të realizohej, ishte e realizuar përpara Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe përpara termave që kishte vendosur. Kjo është arsyeja e vlerësimit që i bën OKB-ja Kinës. Kjo është arsyeja që sot Kina duhet merret si një shembull për të realizuar pikërisht zhdukjen e varfërisë, ose më mirë me thënë minimizimin e varfërisë, sepse varfëri do ketë, është normale, nuk vjen në dyshim. Po rreziku i varfërisë, pra populli që ndodhet në rrezikun e varfërisë, është eliminuar në sasinë më të madhe. 70% e atyre të vlerësuar si të varfër sot nuk janë më të tillë. Dhe kjo është ajo që është një shembull për të cilën duhet vlerësuar Kina. Dhe ndërkohë vim në shtëpinë tonë, sigurisht që është lehtësisht mund ta shikojmë fare lehtë edhe nëpërmjet shifrave që nuk mungojnë nga Instituti i Statistikave. Shqipëria, sipas të dhënave, ka një kontrast mes varfërisë në zonat rurale, që është shumë më e lartë se sa ajo në zonat urbane, pra fshat qytet. Ndryshe nga Bashkimi Evropian, lidhur me të dhënat e Eurostatit, diferenca mes fshatit dhe qytetit në vendet e Bashkimit Evropian është gati e papërfillshme. Më shumë se gjysma e banorëve në fshatrat shqiptare, që janë 54%, vuajnë nga rreziku i varfërisë dhe përjashtim social. Sipas të dhënave nga Eurostat, ne kemi nivelin më të lartë në Europë në këtë drejtim. Përsa i përket rajonit, në rajon varfërinë dhe përjashtimin social më të ulët e ka Serbia me 24.3%, e ndjekur nga Maqedonia e Veriut 30%, Malizi 34.1%. Dhe sipas fjalorit dhe sipas terminologjisë në këtë rast statistikore dhe ekonomike, Shqipëria është e dy shpejtësive. Prodhimi i brendshëm bruto rritet dhe varfëria, sipas studiusëve, kërkon një shekull që të zhduket. Kjo është ajo ndarje pa barabartë e të mirave materiale që vijnë nga rritja ekonomike. Shiko, në Shqipëri ka shumë probleme. Ne jemi vendi i parë në rajon për sa përket varfërisë, të tretet në Europë, që është një shifër që duhet të rreq vëmendjen veçanërisht atyre që ndërmarrin politika për të zhdukur varfërinë, për të eliminuar varfërinë. Nuk mund të mos evidentosh të sidomos në zonat rurale. Unë ju kam përmendur, mund ta përmend prapë që një pensionist i zonës rurale e ka pensionin sa 8% të mesatarës europiane. Pra, nëse një europian ka 100 euro pension, fshatari shqiptar me 8 euro pension. Për të mos thënë pastaj që skemat që kemi në bujqësi, mënyrën se si prodhimin bujqësor kemi orientuar, ngastrat e vogla që nuk na lejojnë të kemi një ekonomi shkallë, mënyra se si mund të dalim dhe duhet dalim në treg,
kur kemi teprica sigurisht të konsumit, na krijojnë këtë mundësinë që ta kemi një nga prapambetet më të mëdha. Nuk kemi një model ekonomik për zhvillimin e bujqësisë. Ju shikojeni që kemi 4-5 vite që ne kemi me shenjë minus zhvillim ekonomik në bujqësor në vendin Shqipëri, në vendin tonë. Gjë që do të thotë që politikat që janë ndërmarrë apo nismat që ka ndërmarrë qeveria në vite, jo vetëm kjo qeveri, por edhe qeveritë e tjera, nuk kanë arritur dot ta nxjerrin nga ky nivel varfërie fshatare shqiptar, fermerin shqiptar. Ka një gjë të mirë që lidhet me Bashkimin Evropian, ju e përmendët deklaracionet në shtetet e tjera. Ju them një gjë, kam marrë shifrat nga viti 2021 deri në 2027. I tërë Bashkimi Evropian i jep çdo qytetari për çdo individ jo më pak se sa 3.000 euro të ardhura që vinë nga Bashkimi Evropian, kur je shtet antar i Bashkimit Evropian. Nëse je si Shqipëria, merr vetëm 140 euro nga totali i të ardhurave që siguron Bashkimi Evropian, pra 20 herë më pak. Imagjinoni, prandaj dhe është tendenca sotme që duhet patjetër shtetet të jenë jo vetëm kandidatë, por të jenë antarë të Bashkimit Evropian që të përfitojnë pikërisht nga të ardhurat e mëdha që siguron ky treg i madh rajonal dhe me gjë evropian. Gjë që do të thotë që ne duhet të bëjmë të pamundurën që të sigurojmë një antarësim të plotë në Bashkimin Evropian me qëllim që të paktën të përfitojmë nga këto të ardhura. Rritja 20 herë e të ardhurave për frymë do të thotë që dhe fermeri do të shkojë 20 herë më shumë se sa niveli aktual i sotëm. Pra, minimalisht do ta nxjerrin nga ajo që ne e quajmë në statistikë rreziku i varfërisë. Sigurisht që nuk do ta pasurojnë, sigurisht që nuk do ta bëjnë si një europian, por të paktën nuk do jetë në nivelin e sotëm. Gjë që më bën të kuptoj që politikat, veçanërisht përfshirjes sociale që ju përmendëm me të drejtë, kanë qenë të mangëta në Shqipëri dhe nuk kanë arritur dot që deri më sot të sigurojnë atë shtres njerëzish në fshat, fermerësh në fshat, që të mos kenë këto deficienca që kanë sot, pra të mos vuajnë që nga elementet kryesorë të jetesës deri tek nivelet që i ka Bashkimi Evropian, i kanë antarët e bllokut evropian. Po them që problemi më i mbetet pensioni i tyre. Prapë ne nuk e kemi zgjidhur dot skemën e pensioneve, siç u thash. Aq më tepër në kushtet e plagjes popullsisë edhe një alarm demografik. Kjo është plaga më e madhe sot, sepse ne sot nuk arrim dot ende që të specifikojmë se çfarë politika duhet ndërmarrim me qëllim që mos kemi largime të tilla masive. Largimet masive krijojnë problem më të madh që thash që lidhet me demografinë, por lidhet me pensionin. Ikja e këtij kontingjenti të madh të rinj. Shiko, ne na ikin 49.3% e njerëzve që do të thotë në termin konkrete nga 100 veta që ka vendi 49.3 largohen. Largohen që nga momenti që mbaroi shkollën e mesme deri dhe ata që kanë mbaruar shkollën e lartë kërkojnë që të gjejnë një punë jashtë vendit. Nuk kemi mundur ta zgjidhim deri më sot pikërisht këtë fluks të lartë të largimeve nga vendi. Sigurisht që ky nuk është një fenomen tërësisht shqiptar. Sepse nëse tani që po flisnit Bardhi, doja ta shtoja pavarësisht se nuk është aq e lidhur me temën për cilën po flasim, por nëse shikon një histori konkrete të pensionistëve në vendet e Bashkimit Evropian, po marrim vetëm Italinë që është qinjën, ne po e shikojmë se sa shumë pensionistë italian vinë për të jetuar në Shqipëri. Ka një argument bindës, sepse pensioni tyre dhe taksimi që vjet për pensionet e tyre është mjaft e vështirë për jetesën që kanë. Kështu që kur në vendet ku ne synojmë të integrohemi ka probleme të tilla. Imagjinon se çfarë probleme. Një pensionist italian këtu vetëm 1/3 e pensionit konsumon, që nga qiraja deri te ushqimi, për arsye nga më të ndryshme dhe ne i dim. Sigurisht që është më vështirë, po keni parasysh se sa ka pensioni një italian dhe se sa e kanë shqiptar. Një shqiptar nuk mund të jetojë dot me pensionin e tij asnjë vend të Evropës. Për këtë arsye neve do të vazhdojmë të flasim. Dhe siç e thash edhe në hapje që varfëria nuk përbën lajm, por është një objektiv shumë i rëndësishëm dhe le të shpresojmë se pavarësisht këtij zhvillimi kaq të madh digjital, i cili duke qenë tashmë i përqafuar nga të gjitha shtresat e popullsisë, është edhe si një lloj marramendje e të gjithëve, çdo individi, dhe janë të fokusuar pikërisht për t'u informuar, por edhe për të mësuar se si të jetojnë, se si të orientohen. Por në fakt është shumë e rëndësishme për të parë në një kuadër më të gjerë edhe për të parë atë pjesë të popullsisë që në fakt është një numër i madh i njerëzve që vuajnë. Me një fjali të fundit Eda do të thosha që mbetet imediate që politikat qeveritare, politikat shtetërore që lidhen pikërisht me eliminimin e reduktimin e varfërisë do të jenë në fokus. Krahas zhvillimit ekonomik që është njëri kraj medaljes, njëra anë medaljes, ana tjetër medaljes do të jetë pikërisht çfarë politikash stimuluese duhet kemi për të ndaluar migracionin, për të rritur lindshmërinë, sepse kemi probleme të mëdha. Sepse nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa plotësuar këto kushte që janë në krye të listës. Janë një kompleks faktorësh që ndikojnë, prandaj jemi detyruar që të kërkojmë edhe politika për të mbështetur lindjen,
sepse kemi rënje të tmerrshme të lindshmërisë, edhe politika që stimulojnë rritjen e pensionit, edhe politika që stimulojnë rritjen ekonomike, sepse të gjitha bashkë shkojnë në një kompleks gjërash që në finale kanë emëruar së përbashkët rritjen ekonomike, rritjen e pensioneve, rritjen e të gjitha atyre treguesve që në fund fare eliminojnë varfërinë. Bardit, falenderoj për opinionet që ndam sot në analizë. Të dashur miq, sot në fokus të analizë ishte lufta kundër varfërisë. A ka modele të suksesshme në këtë luftë dhe cila është situata aktuale, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë në Bashkimin Evropian dhe në nivel global e varfërisë. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.